Ky kuvend do të dalë absolutisht nga protesta. Absolutisht nga protesta. Dhe do të shërbej absolutisht protestës. Ky nuk është as kuvend që do të nxjerrë deputet, as kuvend që do të nxjerrë qeveri. Ky kuvend kërkon në mënyrë të parevokueshme dorëheqjen e kryeministit Edi Rama, do ta kërkoj si frymë protestës dhe do të ndalojë coptimin e Shqipërisë. Kaq ka kjo protestë e kemi lexuar neve kështu. Coptimin e Shqipërisë, më falë, coptohet më shumë se kaq se po pra më shumë se po coptohet me kilometra katror, një merr Osmani, një merr e tjetri Zvonez, një merr tjetri. Këtë ne duam ta ndalojmë ne. Dhe jo se përsëritet 3 herë gjenerata X, çifa atje nuk i ke gjeneratën X. Ke babin e Irisit atje. Po pra, Z. Nuk ke babin e Irisit, ke edhe më të vegjël se Irisi atje, është popullore protesta. Po shikoni ku është paradoksi. Është protestë popullore. Nuk ja vu me emrin protesta e gjeneratës. Pra, po se tha 2 herë Z Arbri. Kjo është protestë popullore dhe protesta popullore duke patur shumë rryma, shumë kërkesa, shumë përfaqësi, është e pa përfaqësuar. Dhe protesta duke prodhuar javën e kaluar disa episode që i kanë dhënë mundësi establishmentit të përdorë dhunën, ne na shqetëson si mundet që një popull i ngritur të hyjë në qertën e dhunës pa kokë. Dhuna pa kokë do ta çojë protestën siç e çoi në 97 në duart e një force politike. Që mos shkojë kështu dhe që protesta 3, pjesë e popullit, ne kemi sugjeruar jo të marrim ne protestën. Jo të bëjmë ne kuvendin ton dhe të nxjerrim ne deputetët tanë. Por protesta të bëjë një kuvend ku përfaqësues të zgjedhën në mënyrë demokratike aty brenda, të dalin dhe të marrin vendime në emër të saj. Një kuvend e ka Shqipëria. Ai është kuvendi formal, të cilin ti i ke gjuajtur me vezë. Unë i kanë gjuajtur atij që e ka uzurpuar kuvendin me vezë. Bravo. Po ne nuk do t'i zëvendësojmë ata. Jo, më fal edhe një herë se po më gatroni. Nuk i kam gjuajtur askujt me vezë, i kam gjuajtur mikrofonit Top Channelit me vezë. Okej. Po të tjerët i kanë gjuajtur. Po jo personave, jo gazetarëve. Të tjerët i kanë gjuajtur deputetëve. Dhe kanë bërë shumë mirë, sepse ata deputet kanë miratuar ligjet e zhbërjes së Shqipërisë, po them unë. Në këto kushte, i dashur, ne nuk kemi një kuvend. Ne kuvendin na kanë uzurpuar. Po ne nuk prodhojmë alternativën atij kuvendi. Edhe një herë, fjala kuvend, qoftë se doni ta ndrojmë, doni ta quajmë dhomë, asamble, si të doni. Por çështja është mbledhja e popullit. Dhe populli nuk mund të mbledhim ne. Populli është mbledhur në shesh. Po pra, po populli është lara, ke nga Arkivoli deri ata me papion. Janë të papërfaqësuar. Kush ju çoi te kuvendi ju? S'ka nevojë për përfaqësi, secili aty. Jo, është kaos pa përfaqësi. Jo, nuk është kaos dhe është shpërdorim e protestës, është kapje e protestës pastaj nga ata që po e kapin. Kaq. Një minutë. Ideja është këtu, nëse protestave do dojtë të nxjerrë. Kemi teori konspirative që ne jemi kapës protestës, po Ku tha njeri mo, ç'është kjo? Unë nuk du që të fokusohet. Ç'është kjo më, kush tha kapës? Ke kapës protestës, po si e ti? Por ne jemi të gjithë protestues. Ka nga ata që janë futur për të futur kaos në protestë, po ata që shkaktojnë edhe dhunën brenda protestës, po nuk mund të thuhet që ka një kokë edhe një fund kjo protesta. Kush e tha? Po jo, pra sepse po thoni që jo po nuk ka një krye, jo po duhet dikush. Sot nuk ka. Sot protesta. Sot protesta është marrë dhe shquar në Rinas pa i vënë një thelb kësaj gjëje. U morëm, ne kam shkuar me vrap për t'ju nxjerrë ju se na thanë janë marrë peng nga policia studentët. Dhe erdhëm aty s'pam polici. Kush i thotë këto gjëra? Kush i drejton këto? Pikërisht nga që s'ka njëri për këtë, neve themi që duhet të ketë njerëz që të marrin dhe përgjegjësitë për këtë gjë. Po, paniku hapet nga të gjitha anët. Jo, por hapet kur është pa kokë dhe kur është e pa organizuar. Nuk ishte policia, sepse policia nuk ka drejt futet në ambientet e universitetit. Po pra, po, e di unë. Po unë kam hyrë sepse kanë qenë pikërisht këta njerëz që thoni ju konspirative, kanë qenë këta njerëz me zë figurë që thanë, na kanë marrë policia peng studentët, kemi qenë ke Politekniku. Atëherë. Dhe këta ne duhet i dim kush janë. Apo jo? Dhe këta duhet deklarohen. Dhe këta, sa më gjerë përfaqësia, aq më qetë. Sot ka një grup nisëmtar atje që drejton protestën, shumë mirë. Në qoftë se këtij grupi i shtohen edhe një 10 fish njerëzish, kush e keqja, kush i Protesta është në vetvete decentralizuar, nuk e marr vesh se keni kuptuar akoma. Jo, më e keni kuptuar, e keni të qartë. Po decentralizimi protestës e ka çuar protestën në drejtime që nuk janë në drejtime që nuk po e çojnë protestën te qytetari. Vazhdo Arbër. Po them, protesta në vetvete është e decentralizuar dhe kjo duket me sy të lirë sapo ti shohësh pamjet. Nga ana e piramidës ke disa aktivistë të majtës, cilët janë shumë të preokupuar për çështjet e ambientit, shumë mirë, ato bëjnë gjonë e tyre atje. Ke disa tjerë nga ana tjetër që janë shumë atletar, mbajnë flamuj
flasin dhe për UÇK-n e tjera, gjitha edhe këto janë pjesë e gjoz. Pra, Shqipëria ka në gjithë spektrin e saj politik një mungesë përfaqësie nga politik borësit e deri dieshëm dhe sot po mundohen njerëzit që dalin shesh, thonë, shikoni, lufta këtu nuk është mes Partisë Demokratike dhe Socialiste që bëhet brenda kuvendit, se ajo në fakt është luftë me pambuk, por lufta është midis atyre të sidomos gjeneratës Z që kërkojnë një politik të re të së ardhmes, edhe të majtë, edhe të djathtë, pra kërkojnë edhe një të majtë të re, edhe një djathtë të re, dhe të vjetërve që kapen me thonjë pas pushtetit me dorën e tyre të plakur. Dhe kuvendi nuk është kundër kësaj. Edhe një fjali tjetër kam. Edhe një fjali. Kuvendi s'është kundër kësaj. Lutem. Jo, ta mbaroj fjalinë e Arbri. Mos ngrëm të lutem mitin me çdo kush, mitin e gjeneratës Z. Kam respekt maksimal për gjeneratën Z, por shumica aty janë 30 deri në 45 deri në 50 vjeç. Dakor, janë njerëz që kanë familje të reja, janë njerëz me biznese të reja, gjenerata Z është një pjesë e protestës, nuk është protestë e popullit shqiptar, nuk është e gjeneratës Z. Të mos ngrëm mite të reme tani, gjenerata Z ka pjesën e saj, kontributin e saj, nuk ja ish njëri dhe s'ka si t'ja ish. Po mos më ndërprisni, mos. Më falë, djes, vazhdo. E ardhmja, si që është për prindrit, e ardhmja e fëmia, ashtu është për Shqipërinë e ardhmja gjenerata e re. Kjo nuk di se çfarë kundërshtie mund të keni kësaj. Dhe shikoni paradoksin. Ne jemi këtu, unë jam 36, zotëria është 42, zotëria nuk e di, afërsisht, ju ylli mbi 60, zonjë usha që është këtu që është 20, ne nuk e lejmë të flasi. Ku jemi? Çfarë proteste po bëjmë? E njëjta gjë po ndodh. Iris tani me që në viti dhe futi dhe akuzës tani këtu, hajde. Protestoj Arbri dhe u dëgjua. Tani unë e thash... Kjo të zalej ty. Unë e thash, edhe do da them prap, nuk ka nevoj për përfaqësues protesta dhe nuk ka nevoj për një grup të ri. Mjafton ai që është dhe nuk janë grup drejtues si që referuat, drejtimin e protestës e kanë qytetarët, gjenerata Z nuk po e themi, e kanë qytetarët të gjithë bashkë, si turbimin, si pankartat që bëhen dhe çdo gjë tjetër, janë gjitha në dorë të popullit dhe do vazhdoj të jetë ashtu deri në momentin e rënies së qeverisë. Dhe duhet kuptohet një gjë, qoftë nga qeveria dhe qoftë nga ju. Para nuk keni më një popull apo një gjenerat të rinj. Po neve mos na bi palë me qeverisë. Mos ndërprit, lutem. Po jo, s'mund na bi palë me qeverisë. Flas pak unë edhe. Ne jemi protestues si partide pas. Se më shkruajnë që tani po ju dhe ne jemi vajzën që keni marrë thot tani mos e përdorni si kartolinë. Ne jemi bashkë. Jo tani të flasë sigur ne jemi protestë njësoj. Po ta lëm të flasë. Ajo ka thënë vetëm 5 fjalë. Po them ju si gjenerat më të rritur. Le gjeneratën të ju si gjenerat më të rritur, ishma dëgjoj. Jo, pra jo, le gjeneratën më të rritur. Unë jam protestë qytetar. Jo, s'kem ta dëgjoj ministrin. Jam pjesë e këtij populli që është protestë. S'ka si drejtë.